Zbardhja dinamika e ngjarjes së rëndë të ndodhur në mesnatën e 14 shkurtit ku një 18 vjeçare u gjet e plagosur me armë zjarri brenda dhomës së hotelit. Mësohet se Natali Murati u gjet në hotelin e familjes Gjuta në zonën e Saukut, pak pas mesnatës së kësaj të shtune. Sipas burimeve mediatike, vajza ka qenë vetëm në dhomë të gjumit kur ka marrë armën dhe ka qelluar veten. Sajmir dhe Erisialdo Gjuta kanë qenë jashtë dhe kanë dëgjuar të shtënat. Gazetari Sokol Dema raporton se kur kanë hyrë tek dhoma kanë parë vajzën të vet plagosur dhe kanë thirrur edhe anëtarët e tjerë, Mirvete dhe Vladimir Gjuta, dhe kanë vendosur që të pastrojnë vendin e ngjarjes. Mësohet se ata kanë marrë dhe fshehur armën, kanë larë gjakun, ndërsa Mirvetea me Elvir Gjutan, kushërieri i 22 vjeçarit, janë nisur me makinë për ta dërguar në spital dhe janë porositur të deklarojnë që vajzën e kanë gjetur të shtrirë tek rrethi ekonomikut. Vajza ka deklaruar se ka qenë vetëm në dhomë në momentin që është vetë plagosur, ndërsa i dashuri i saj ndodhej jashtë me personat e tjerë. 18 vjeçaria ka pohuar se ka tentuar edhe herë të tjera të dëmtojë veten duke pirë medikamente. Kam gabuar në jetë, ka deklaruar ajo, ndërsa Mirvete Gjuta, nëna e të dashurit të saj Erisialdo Gjutës, e cila e çoi Natali Murati në spital, ka pohuar se nuk e njihte vajzën më herët. Të marrë në pyetje anëtarët e familjes Gjuta, të cilët kanë fshehur ngjarjen, paraprakisht kanë deklaruar se vajza mund të vdiste dhe për shkak se tentativa për vetvrasje ndodhi në biznesin e tyre, kishin frikë se do t'u faturohej atyre autorësia. Kujtojmë se lidhur me ngjarjen, sipas njoftimit të policisë, në pranga kanë rënë 2 persona, Mirvete Rexhmati Gjuta dhe Vladimir Gjuta, ndërkohë 3 të tjerë janë shpallur në kërkim, mes tyre edhe i dashuri 18 vjeçares Erisialdo Gjuta, i cili dyshohet se ka pasur dhe armën me cilën 18 vjeçaria qelloi veten.